Mjeku çudit të botën, një vezë e zjerë çdo ditë shëron këto tre probleme. Ja kush duhet i konsumoj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të mira për të konsumuar vezë është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni të paktën një kokër vezë të zjerë çdo ditë? Njihuni në këtë video me përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera dhe ndikimi i saj që sjell në organizëm. Veza përmban 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet gjithashtu mënyra më e sigurt sepse yndyrrat që përdoren në skuqe mund të rrisin nivelin e kolesterolit në organizëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ekspertët thonë se vezët e zjera, nëse shtohen rregullisht në dietën tuaj, mund të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin e një sër komplikacionesh, duke i renditur ato si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt, sepse yndyrrat që përdoren në skuqe mund të arrisin atë. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin, dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Ngrënia e vezëve në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund të jetë gjithashtu me shumë përfitime në dobi të shëndetit tuaj për sa kohë e konsumoni me kujdes. Sipas Healthline, konsumi i një vezë të zgjerë çdo ditë në organizmin tuaj do të sjellë këto përfitime. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të mira të kolesterolit në trupin tuaj, duke ulur riskun kështu për nivele të këqija të kolesterolit të lartë. Vezët janë të mira për shëndetin dhe gjithashtu yndyrnat që gjenden te veza janë të mira për shëndetin e zemrës dhe rregullojnë nivelin e insulinës në gjak. E përrjedhojnë edhe nivelin e sheqerit. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera në menun tuaj ditore. Vezët e zjera do të ofrojnë nivele shumë të mira të proteinës, e cila është e rëndësishme për aktivitetet dhe muskujt tuaj. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por të gjitha proteinat ndihmojnë gjithashtu në organet e trupit të mundësojnë një strukturë të veçantë ushqyese për to, duke lehtësuar kështu edhe muskujt jenë më të shëndetshëm dhe gjithashtu të keni edhe një organizëm më të fortë. Edhe shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme që gjenden tek veza, vitamina A. Kjo vitaminë gjithashtu është shumë e thelbësore në ndërtimin e retinës së syrit dhe në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin e syve dhe një i rritur duhet të konsumojë të paktën një vezë të zjerë çdo ditë në mënyrë që të marrë këto element ushqyes për shëndetin. Duke konsumuar vezë të zjera do të ndihmoni edhe në forcimin më të mirë të shëndetit të kockave. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është shumë e rëndësishme edhe për kockat dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe ndihmon gjithashtu në rregullimin e niveleve të përthithjes së këtyre mineraleve. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm në aktivitetet e ndryshme ditore. Vezët e zjera janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë, si një zgjedhje për të marrë përfitimet e tyre. Ato edhe mund t'i kombinoni në gatime të ndryshme për të ndikuar pozitivisht në organizëm. Mund t'i kombinoni me sallata, me spinaq, me patate, me pulë, me peshk, si një element i një ushqyerje të shëndetshme dhe mbi të gjitha, rritjen e përfitimeve të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të hajë vazhdimisht vezët e zjera në dietën e tij. Kështu përfitimet e tyre do të jenë të larmishme dhe gjithashtu efektive në mbrojtjen e shëndetit.
Ekspertët thonë se të mirat që do të vinë nga konsumi i vezëve në organizmin tuaj do të bëjnë ndryshime themelore edhe në mbrojtjen e tij. Veza është një nga produktet më të jashtëzakonshme të renditura në top 10 listën e ushqimeve më të rëndësishme që duhet i keni pjesë të dietave tuaja. Ato mund të konsumohen në mëngjes, në drekos edhe në darkë, si një zgjedhje e shëndetshme ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Për sa kohë i kombinoni si duhet dhe i konsumoni në sasinë e duhur në dietën tuaj, përgatituni të merrni përfitimet e tyre mbreslënse. Ato përmbajnë gjithashtu yndyrnat omega-3. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës në konsumin e vezës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është material i mirë rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës suaj, ndaj ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera në menun tuaj ditore si një prej zgjedhjeve më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni të konsumoni sa më shumë vezët e freskëta, pasi përfitimet e tyre në mbrojtjen e shëndetit do të jenë të larmishme dhe gjithashtu efektive. Ekspertët thonë se vezët e zjera janë një prej alternativave më të mira edhe për shëndetin e syve. Vezët e pulës janë të pasura me elementin e luteinës. Kjo substancë është përgjegjëse për shëndetin e syve. Me mungesën e saj, indet e syrit ose shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakontrolluar dhe kjo ndikon gjithashtu në çështjet tuaja imunitare. Ekspertët thonë se personat të cilët duan të kenë shëndet më të mirë të syve, duhet të përfshinë vezët e zjera në dietën e tyre të përgjithshme. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila është shumë e rëndësishme edhe për absorbimin e kalciumit. Nëse i ofroni një personi nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit. Sidomos kur merr vesh se të gjitha elementet e vezës së zjerë janë të rëndësishme edhe për organizmin tuaj. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme brenda normës së lejuar mund t'japë rezultate fantastike në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht se përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj do të jetë një mburojë e veçantë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur mënyra për të rritur sasinë e vitaminës D tek vezët e pulave, duke i ushqyer pulat kështu edhe me produkte që përmbajnë më shumë vitaminën D. Vezët e pulave janë të pasura edhe me vitaminën B, që mbron lëkurën, gjithashtu mëlçin dhe flokët. Biotina ose e njohur ndryshe si vitamina B12 dhe proteinat e tretshme kontribojnë në forcimin e flokut, gjithashtu edhe të shëndetit tuaj të lëkurës. Ndaj përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj në çdo aspekt mund të jetë një mburojë e çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj. Sigurohuni që vezët e zjera t'i keni pjesë të dietës suaj edhe nëse filloni të humbisni kilogramët e tepërt. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezë të zjera për mëngjes, do ta keni më të lehtë të reduktoni kilogramet e tepërt. Një mëngjes i tillë do ju mbajë të ngopur për një kohë më të gjatë, çka do ju ndihmojë dukshëm në reduktimin e kilogrameve të tepërt dhe në një suport më të mirë të organizmit tuaj. Një mëngjes i tillë do ju mbajë të ngopur dhe do të evitoni dëshirën për ushqime jo të shëndetshme, çka do të ndikojë drejt për së drejti edhe në reduktimin e kilogrameve të tepërt. Procesi i plakjes do të ngadalësohet nëse shtoni vezët e zjera në menun tuaj ditore. Kjo është dukshëm treguar nga ulëntimet e kryera nga shkencëtarët holandez. Në 87% të grave nga mosha 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës së tyre u zhduken dhe u reduktuan ndjeshëm me konsumin e vezëve, çka ndihmoi edhe në ngadalësimin e procesit të plakjes dhe në dukjen më të mirë të shëndetit të lëkurës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.